edhe ne marrim këtë lloj të thuash falje ose mëshire, hir nga Perëndia, sepse sakrifica është bërë ashtu siç duhet, ashtu siç Perëndia e ka kërkuar për gjithë secilin prej nesh. Edhe pikërisht në këto momente është shumë e rëndësishme që të ndiqen hapa. Edhe shumë e rëndësishme edhe për ne. Në momentin që neve identifikojmë, në fakt është për të gjithë njerëzimin, por specifikisht për ata që e kanë ofruar, kanë pranuar që sakrifica e tyre është Jezusi nëpërmjet pagëzimit përpara Perëndisë, atëherë neve na lind një detyrë shumë e madhe ose një përgjegjësi shumë e madhe që ne duhet i kemi parasysh. Ja disa nga gjërat që neve mësojmë te kapitulli 10 që lexuam së bashku. Respekti dhe adhurimi për Zotin. Nadabi dhe Abihu dështuan në këtë aspekt, duke sjellë një ofertë që nuk ishte autorizuar nga Zoti. Edhe ne shpeshherë tentojmë që ta adhurojmë Perëndin sipas mënyrës tonë, duke thënë, kjo është e mirë, kjo nuk është problem. Nuk ishte autorizuar edhe duke mos ndjekur rregullat që ishin vendosur për kultin, për shtëpinë, për shërbesën e tij. Kjo i kushtoi jetën aty. Për neve, mase ne nuk Zoti është i mëshirshëm me ne që mos të vdesim fizikisht për momentin, por jemi të destinuar, nëse ne nuk e ndjekim Perëndin, që të vdesim shpirtërisht.